Një zbulim arkeologjik me rëndësi të veçantë është bërë së fundmi në Parkun Arkeologjik të Amantias, ku arkeologët kanë identifikuar për herë të parë murin rrethues të qytetit të poshtëm, një strukturë monumentale që daton në shekullin 3 para Krishtit dhe që mendohet se është shkatëruar në shekullin e 6 pas Krishtit. Ky fortifikim i fuqishëm hedh dritë mbi zhvillimin urban dhe organizimin publik të qytetit i lirë të Amantias, duke shtuar një kapitull të ri dhe domethënës në historinë e kësaj qendre antike. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga vendi i gjetjes, duke theksuar rëndësinë e këtij zbulimi për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe turizmin kulturor. Një tjetër dëshmi e jashtëzakonshme e qytetërimit i lirë që del në dritë fal punës së përkushtuar të arkeologëve dhe specialistëve të trashëgimisë kulturore, shkrua ndër të tjera Rama. Përveç zbulimit janë kryer edhe ndërhyrje restauruese të domosdoshme për mbrojtjen e varreve monumentale, si dhe punime konservuese në monumentet e evidentuara vitet e fundit. Këto investime pritet të pasurojnë më tej peizazhin arkeologjik të parkut dhe të rrisin vlerën e tij për vizitorët vendas dhe ata të huaj. Parku Arkeologjik i Amantias mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Shqipëri dhe zbulime të tilla e forcojnë më tej statusin e tij si qendër me potencial të madh shkencor dhe turistik.